Ju përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kur të gjitha gjasat tregonin se mund të kishim një marrëveshje mes vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për të zgjidhur ngërçin e postzgjedhjeve të qershorit, një nismë për të shkarkuar Lumir Abdigjikun si kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka pezulluar gjithë bisedimet edhe ka hequr, le themi, edhe një kryq të mundshëm nëse do të kemi një bashkëpunim mes dy partive. Në çfarë fazë është Kosova e posqershorit me LDK-n jashtë loje, le të themi, për momentin? Po, me qenë të drejtën, Kosova pothuajse është në një pozicion tash 2 vite me ngërçin politik të lehtë pasnjëshme, mbajtjen të zgjedhjeve dhe rikthimi sërish në të njëjtën situatë, pasi që edhe vetë zgjedhjet e parakohshme nuk është se po ndryshojnë shumë në rezultat, për dallim nga herët e tjera kësaj radhe qytetarët e Republikës së Kosovës ishin në numër shumë të vogël që votuan, pra në një farë mënyrë i dënuan të gjitha subjektet politike dhe ju bën me dije se ata nuk mund të bëjnë çfarë dëshirojnë, pasi që nuk është dënuar vetëm subjekti kryesor lëvizjeve dhe lotëve, por dënuan edhe subjektet e tjera me një dalje shumë të vogël të qytetarëve në zgjedhje. Ndoshta edhe ishte numri më i vogël prej se mbahet zgjedhjet në Kosovë, e unë dyshoj se në rastet në shkuarjet apo të përsëritjeve të zgjedhjeve të parakohshme numri i votuesve do të jetë edhe më i vogël. Po pra, është folur shumë për një koalicion të mundshëm në mes të Lidhjes Demokratike dhe Lëvizjes Vetëvendosje, mirë po ja që problematikat e Lidhjes Demokratike, të cilat nuk ishin të panjohura edhe më herët, dolën në pohë dhe një pjesë e madhe delegatëve të kuvendit Lidhjes Demokratike, pra nuk më bëhet fjalë për deputetët, po të Këshillit Qendror të partisë, u mblodhën dhe tuguan fillimisht 160 nënshkrime për të kërkuar dorëheqjen e zotit Abdigjiku, që unë mendoj se ishte plotësisht në të drejtën e tyre dhe është edhe momenti i fundit, ndoshta kur duhet bëhen ndryshime të tilla dhe duhet ta kuptojnë politikanët tanë se nuk është e mundur që të humbësh tre palë zgjedhje njërin pas tjetrës dhe sërish të mbetesh kryetar, pra duhet përveç privilegjeve në subjektet politike duhet ketë edhe përgjegjësi, mirë po ja që kështu është politika jonë në Kosovë, por përgjithsisht edhe tek shqiptarët kudo që ata janë, që politikanët janë të gatshëm të marrin privilegjet, por jo edhe përgjegjësitë e tyre, mirë po kësaj radhe duket se Lidhja Demokratike ka vendosur që ta largojë pra kryetarin e tyre zotin Abdigjiku pas dështimit të 3 palë zgjedhje, por në një farë mënyre edhe pas një rikthimi të zonjës Osmani që për shumë nga antarët e Lidhjes Demokratike ishte kthim i padëshirueshëm, pasi ne gjithë e dimë se pikërisht Vjosa Osmani është ajo që në vitin 2021 e dëmtoi më së tepër me Lidhjen Demokratike duke marrë një pjesë të madhe të elektoratit dhe duke u bashkuar Lëvizjes Vetëvendosje, elektorati i cili nuk është e mundur që të kthehet sa herë që të dëshirojnë aktorët politik dhe ajo jo vetëm që është kthyer dhe është bërë bartëse e listës, mirë po edhe zoti Abdigjiku dhe gjatë bisedimeve me Lëvizje Vetëvendosje shoqërueste vetëm pra e kishte zonin Osmani pra në bisedimet me Lëvizje Vetëvendosje dhe pikërisht këto janë disa elementë që i kanë shkruar ata të mblidhen të gjithë së bashku dhe të kërkojnë mocionin e mosbesimit për zotin Abdigjiku. 3 palë zgjedhje të humbura nga LDK-ja, madje ato të parafundit ishin me një rezultat katastrofik dhe kur u mendua që Vjosa Osmani, që le të themi ishte një mision i vetë personal i Abdigjikut për rikthimin, për bashkimin, për të kryesuar edhe listën si e para e LDK-s në zgjedhjet e qershorit, duket se do marri edhe Koston Osmani këtë herë përpara delegatëve të LDK-s. Po, pikërisht unë mendoj se njërin nga faktorët kryesorë ndoshta që e çon ata delegatë që të kërkojnë dorëheqjen apo largimin e zotit Abdigjiku është pikërisht edhe ai rikthimi i zonjës Osmani, pra dhe duke mos llogaritur aktorë të tjerë të cilët
gjatë gjithë kohës që kanë qëndruar besnik partisë, gjatë gjithë kohës kanë kontribuar me punën e tyre si në kuvend, ashtu edhe brenda partisë, u lanë të gjithë onash dhe zoti Abdixhiku partner, pra në bisedime me lëvizjen vetëvendosje ishte gjithmonë me zonjën Osmani, edhe pse ne e dimë që zonja Osmani para disa vitesh është larguar nga ai subjekt, duke krijuar subjektin e saj politik, ku me sa duket nuk ka një ndikim brenda atij subjekti dhe është po pretendon se kjo jetë dhe të jetë pjesë e LDK-s. Mirë po, të gjitha këto duhet të bëhen me marrëveshje, të gjitha këto gjëra duhet të paradiskutohen, e jo në kokën veti si e ka bërë zoti Abdixhiku, me çka duket se do t'i kushtoj atij edhe me humbjen e postit të kryetarit partisë. Me LDK nuk kemi bisedime dhe një marrëveshje të mundshme siç flitej nga Albin Kurti apo edhe vetvendosja le të themi, me PDK-n është e pamundur. Një takim i parë që pati Albin Kurti me Bedri Hamzën nuk solli asnjë dritë le të themi që këto dy parti të jenë bashkë. Si e shikon zgjidhjen zoti Veliu? Me të thënë drejtën, më shumë se ne që i komentojmë të sot apo dhe ju gazetarët që i ndiqni, për një gjë të tillë duhet për kujdesen aktorët politik, të cilët thua se janë pajtuar me gjithë këtë situatë çfarë është duke u zhvilluar tani e 2 vite në Kosovë. Edhe vetë zoti Kurti nuk është i interesuar me sa duket për të arritur lehtësi politike dhe për të qeverisur vendin ashtu siç duhet, pasi që po shohim se çdo herë po mendon se me shkurjen e zgjedhje vetëvendosja do të arritë që t'i merrte të gjitha gjërat në dorë. Mirë po, një gjë të tillë duhet tani me ta kuptoj se është e pamundur që një subjekt politik në Kosovë të arrijë 80 mandate, për fituar 80 mandate për presidentin. Po pra, pikërisht për presidentin, se pa 2/3 e votave, presidenti nuk mund të votohet. Edhe pse në rundin e tretë kërkohet vetëm pjesëmarrja e tyre, po jo edhe votimi, është diçka e pamundur, pasi që ne të gjithë dimë se kuvendi i Kosovës i ka edhe 20 vende të rezervuara për minoritetet pakicë, dhe kjo e bën të pamundur që një subjekt politik të arrijë të marrë 80 mandate kur dihet se sa është i fragmentuar elektorati në Kosovë. Pra, ne tani aktualisht kemi 4 subjekte të mëdha që janë pjesë e Parlamentit të Kosovës. Dhe kjo e pamundson që një e vetme. Mirë po, zoti Kurti duket si në gjitha veprimet e tij, sikur gjë e tillë nuk i bën shumë përshtypje, edhe në kohën kur kemi një qeveri në detyrë, dëgjojmë për çdo ditë emërime të zëvendës ministrave, ndryshime detyra të ndryshme, marrja me punë që qeveria e përkohshme nuk i lejohet dhe nuk ka kompetenca. Ne e dimë se qeveria e përkohshme është vetëm sa për të kaluar dhe për të përgatitur vendin për të zgjedhur qeverinë e re, mirë po ai veprimet e tij i bën sikur të ishte në mandat të plotë qeveritar. I bën veprimet sikur të ishte në mandat të plot qeveritar, dhe këtu ishte pyetja ime, ndoshta qofsha unë i gabuar, por më shumë Kurtit dhe vetvendosje si ka shkuar të jetë si kryeministër dhe qeveri në detyrë, edhe pse mandatohet për qeverisur i vetëm për një periudhë 4 vjeçare nga qytetarët e Kosovës. Po pikërisht është ajo, pra se përjashto mandatin e parë kur qeveria e Kosovës kishte 57 deputet dhe se bashku me minoritetet ka 67 deputet, nuk kishte problematik me zgjedhjen e presidentit, pasi gjë e tillë ishte bërë në fillim të mandatit, arriti të mbarojë një mandat të plotë edhe gjatë atij mandati, pra, edhe pse kishte 67 deputet të mazhorancës, në shumë raste kemi pasur kur nuk janë zhvilluar seancat në kuvendin e Kosovës në mungesë të quorumit, nuk janë votuar shumë ligje, projekt ligje që është dashur të kalohen në mungesë të quorumit, çfarë mund të ndodhë tani nëse zoti Kurti do ta krijojë qeverinë me 61 apo 62 deputet së bashku me pakicat jo serbe. Pra, duke pasur të gjitha këto gjëra për bazë, unë mendoj se është momenti i fundit për të thirrur mendjes dhe për të arritur një marrëveshje të paktën kalimtare
me një bashkëqeverisje të gjitha subjektet, ndoshta do të ishte si opcion i mirë me të gjitha subjektet politike, për arritjen e një koalicioni gjithë përfshirës për të zgjedhur presidentin, për të kaluar shumë situata. Ne e dim që Kosova tash sa kohë është ndërprerë negociatat në Serbi, nuk ka asnjë avancim në procesin e integrimit euroatlantike, ka humbur shumë jetë nga fondi për zgjerim dhe duke i pasur të gjitha këto është momenti i fundit që bashkëqeverisja do të gjehet një formulë e cila do ta kthente në rrugën e duhur Kosovën. Mos harroni një gjë, se po ndodhin disa dhe po kalojnë në heshtje sikur nuk ndodhi asgjë. Para 26 vitesh kur ndodhi lufta në Kosovë, Serbia është bombarduar nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tjerë të NATO-s, e sot diplomacia serbe ka arritur në atë masë që ka hapur dialogun strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa që nga koha kur zoti Kurti është kryeminist i Kosovës, dialogu strategjik me Kosovë, në mes të Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës është ndërprerë. Ky, për mendimin tim, është një alarm që nuk duhet të anashkalohet. Më rrugës dhe më e mira do të ishte që qeveria aktuale dhe vetë zoti Kurti merret në këtë problematika të Kosovës, të merret me çështje diplomatike që mund të lirisht se për 6 vite me radhë Kosova nuk ka pasur diplomaci, sesa të merret me çështje të tjera që nuk janë në interesin kombëtar, siç ishte rasti i ndërhyrjes së tyre në Maqedoni, ku jo solli pra vetë forca e lëvizjeve vendosur dhe zoti Kurti e solli një subjekt politik shqiptar që thotë se ishte për bashkim dhe tani po i shohim çfarë po ndodh në Maqedoni. Edhe emrat në gjuhën shqipe pra janë tërhequr. Pikërisht është politik e Kurtit. Pastaj ndërhyrja edhe e lëvizjeve vendosur dhe edhe në protestat në Tiranë është një gjë që nuk i bën derë dhe nuk e ndihmon as Kurtin e as Shqipërinë. Pasi që kemi problematika të mëdha në Kosovë që duhet zgjedhur. Pra, unë mendoj se ata qytetarë të Kosovës, të cilët të shtyrë në shumë raste nga faktorë të ndryshëm, më mirë do të ishte që të boheshin dhe të protestonin në rrugët e Prishtinës kundër ligjit për shtetësinë e serbëve, të cilët sipas disa informacione që kemi brenda ditës regjistrohen dhe marrin shtetësinë e Kosovës afërsisht 5.000 serbë. Është duke u bërë një ndryshim i strukturës nacionale në Kosovë, pikërisht me ligjin që është miratuar pak kohë para se të shpërndahet. Po më thoni 5.000 shtetas serb në ditë marrin shtetësinë e Kosovës? Po, pikërisht është ashtu. 5.000 shtetas serb marrin shtetësinë e Kosovës, jo vetëm në komunat veriore që kanë shkuar në vazhdimsi, mirë po një gjë e tillë është duke ndodhur edhe në përsërit e ambasadave dhe konsulatave të Kosovës gjithandaj nëpër Evropë. Por këta janë serbët e Kosovës apo janë përtej serbëve të Kosovës që po e marrin të shtetësinë djenin tuaj? Ta janë përtej serbëve të Kosovës. Ta janë një pjesë e atyre serbëve që në një kohë kur Milošević ishte president i Jugosllavisë i Serbisë, tërhoqi refugjat nga Kroacia e Bosnia dhe kaluan një kohë shumë të shkurtër në Kosovë dhe kanë pasur dokumentacion se kanë jetuar ndoshta 1 muaj apo 2 muaj apo qoftë edhe 1 vit në Kosovë, e të gjithë ata përfshirë edhe pasorësit e tyre e kanë fituar të drejtën që të marrin shtetësinë e Kosovës. Pra, kjo për mua është alarmante. Edhe pse është duke u folur pak për më së pare në mediat e Kosovës. Për ju, kjo rritje e serbëve që marrin shtetësinë e Kosovës ka për një qëllim tjetër për të treguar që numri tyre në Kosovë është shumë i madh nga sa është aktualisht, apo çfarë fshihet pas? Pikërisht është ajo, sepse ne e dimë që në serbë në Kosovë mund të jenë maksimum
4% banues të rregullt që kanë qenë në Kosovë. Mirë po, me këtë valë të regjistrimet që janë duke u bërë, apo edhe me mundësinë që ju është krijuar me këtë listë, pritet që brenda vitit në Kosovë të kemi 700.000 serbë të regjistruar në Republikën e Kosovës. Dhe si e tillë, atë lista serbe do të jetë forca e parë kryesore, do të jetë forca e parë politike në Kosovë. Nga sa është numri me parafërsi serbëve të Kosovës aktualisht pa hyrë në fuqi ky ligj? Është llogaritur që mund të jetë 4% e qytetarëve të Kosovës. Po kjo është shqetësuese dhe alarmante nëse shkon në këto përmasa deri në 700.000. Po, sipas atij ligji që është miratuar, do të shkojë mos më shpejt për brenda 2 viteve do të arrihet numri. Dhe kjo është një shqetësim, ndërkohë shqetësim tjetër është edhe ajo që Departamenti Amerikan i Shtetit 2 ditë më parë, kur ishte pyetur për rikthimin e dialogut strategjik me Kosovën, kthente përgjigjen për Radion Europa e Lirë, duke thënë se Kosova duhet të plotësojë kushtet e duhura për serbët e Kosovës. Dhe këtu kam përshtypjen i referoi krijimit të asociacionit të komunave serbe. Ka shumë problematika që është dashur të bëhen dhe ne e dimë që dialogu strategjik nuk është ndërprej për shkak të kushteve të serbëve. Mirë po është ndërprej për shkak të politikave jo të harmonizuara të qeverisë së Kosovës në faktorin ndërkombëtar. Dhe unë mendoj se një harmonizim dhe një rikthim të dialogut strategjik të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndodhë vetëm atëherë kur në qeverisi nuk do të jetë lëvizje vendosje. Pra, edhe nëse ju mendoni që palët politike mund të arrijë një koalicion të gjerë ku të jenë të gjithë të përfshirë me vetëvendosjen në koalicion, nuk shkojmë tek dialogu strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë e thash se një gjë e tillë mund të arrihet vetëm për një fazë kalimtare. Në qoftë se arrihet një koalicion i madh, pasi që ne e dimë shumë mirë se kur është çështja e ndarjes së detyrave, posteve, tek shqiptarët është shumë vështirë për të arritur një gjë që do të jetë gjatë. Dhe si e tillë, një gjë e tillë mund të shkojë në maksimum në një vit apo deri në 2 vite dhe sërish duhet shkohet drejt kutive të votimit. Mirë, po çdo që tjetër, kjo do të ishte shumë më mirë se sa të mbajmë zgjedhje, provojmë të krijojmë koalicione, të arrijmë të krijojmë një qeveri të brishtë, ose edhe të mos krijojmë fare si ndodhi me zgjedhjet e shkurtit vitit kaluar, dhe duhet kërkuar rrugë dalja nga ky problem i cili është duke e lënë Kosovën mbrapa të gjitha vendeve, jo vetëm të rajonit. Mos harroni, Moldavia ka qenë vendi i fundit për sa i përket çështjes së integrimit, ndërsa sot Kosova jo vetëm që llogaritet vendi i dytë më i varfër në Evropë, por edhe në çështjen e integrimeve është tani më i fundit, pasi që edhe Gjeorgjia, Moldavia, Ukraina, edhe pse është në luftë e kanë kaluar Kosovën, pasi që të gjitha janë kandidat për antarësim. Ndërsa Kosova me Bashkimin Evropian e ka vetëm një marrëveshje, pra marrëveshjen e stabilizimit dhe asociimit. Dhe nuk është bërë asnjë gjë, asnjë hap para në këtë drejtim. Këto janë gjëra që janë të gjitha alarmante dhe duhet t'ju kushtohet më tepër kujdes jo në fushata zgjedhore të shohim se kush po tenton të rrit pagat më tepër apo kush po ndan lëmosh më shumë nga pushteti. Ndërkohë, të gjitha ato çështje që ju përmendët, zoti Veliu, përfshirë edhe asociacionin, por edhe vendimin e pritshëm në Hag për ish-drejtuesit e ushtrisë qeverimtare të Kosovës, që në fakt ka patur shtyrje, ishte maj, ishte qershori, koriku, dhe me gjas do t'jetë në shtator, Kosova nuk mund t'jetë pa institucione, nuk mund t'jetë pa kryeministër, pa president, apo jo? Jo, unë mendoj se këto dy gjëra nuk duhet ndërlidhen. Unë mendoj se institucionet duhet të funksionojnë, duhet të jenë funksionale. Ndërsa sa për këtë çështje se atyre që janë në ham, me gjithë e dimë dhe të gjithë në këtë pikë pajtohen se ata janë padrejtësisht duke u mbajtur atje. Dhe janë të i kaluar të gjitha afatet, jo vetëm ligjore, por edhe morale e njerëzore. Pasi që në shtator, jo po në tetor në qoftë zgabum apo në ndor, bëhen 6 vite që ata mbahen të ngujuar atje. Edhe pse të gjithë edhe ata që i kanë dërguar atje e dinë shumë mirë
se ata janë të pakajshëm dhe një ditë do të detyrohen për të liruar. Mirë po, me sa duket, edhe atyri ju ka humbur dhe nuk po e di se si ta gjejnë rrugën për dalë pas e parë nga kjo poshërsi që e kanë bërë kundrejt popullit të Kosovës, kundrejt qytetarëve të Kosovës, por edhe kundrejt të luftës së aleancës veri atlantike që është bërë në Kosovë. Pra, unë uroj që një vendim të mirët sa më shpejt që është e mundur dhe qërimtarët të kthehen familjeve të tyre të kthehen Kosovës. Sepse faji vetëm i tyre është që ata e kanë luftuar okupatorin tonë dhe ata bën që Kosova sot jetë. Ata me të gjithë shokët e tyre që një pjesë e madhe janë dëshmuar, por edhe ata që janë të gjallë e bën që Kosova të jetë e lirë. Ndërkohë, zoti Veliu, lajmi ditëve të fundit në mënyrë të veçantë në Prishtinë, por edhe në Tiranë ka qenë deklarata e ministres serbe Paunović, kur tha se nëse unë do të isha Slobodan Milošević në 1998 do të kisha bërë spastrimin etnik të Kosovës. Pati reagime këtej andej, por edhe debate dhe tensione mes Tiranës edhe Prishtinës për formën se si duhet të reagonim. Më thoni së pari, e qëllimshme, e menduar apo e rastishme kjo deklaratë, si ju erdhi e një prej antareve të kabinetit në Beograd? Po jetë shqipe se me çfarë gjërash duhet merremi ne dhe debatojmë në mes Prishtinës e Tiranës se të akuzojmë njëri tjetrin për reagimet kundrejt një deklarate që në fund të ditës është shumë e sinqertë e asaj ministres serbe. Ne e dim që të gjithë serbët e ndajnë të njëjtin mendim. Është tjetër çështje që për shkak të politikës dhe diplomacisë së tyre që janë duke e bërë, nuk e thon hapas edhe vetë presidenti serb apo edhe kryeministri i tyre. Ajo çfarë tha zonja nga Serbia nuk është diçka që nuk është pritur ose nuk është diçka që nuk e di shqiptarët e Kosovës se serbët e kanë ndruar gjithmonë, jo vetëm Kosovën, por kanë ndruar që të kenë dalje edhe në Bregdet. Mirë po, këto kohra kanë mbaruar dhe ajo do të metët një ëndër e tyre të cilin nuk do ta shijojnë asnjëherë, ndërsa sa i përket të reagimeve të pjesës Prishtinës e Tiranës, është e çuditshme pse duhet të merremi me gjëra kaq vogla për të ngatruar në mesvet. Mu më kujtohen shumë deklarata kur i ka bërë vetë zoti Rama, kemi pasur eksponent politik në Prishtinë që kanë thënë çka i duhet atij të flet sepse po bën ndërhyrje në punët e brendshme të Kosovës. Jo, Rama nuk bëri asnjëherë ndërhyrje në punët e Kosovës. Rama e kryti detyrën e tij kushtetuese në të gjitha rastet. Mirë po gjë duhet harrojmë. Shqipëria sot është në prag të antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe politikat e Tiranës duhet të jenë politika jashtë duhet të jetë në koordinim të plotë në Bashkimin Evropian dhe nuk mund presim reagime të tjera nga Prishtina dhe Tirana. Edhe pse zoti Rama e ka thënë shumë qartë se e gjeti momentin e duhur kur vizita në Tiranë ishte vizitë sekretari i shtetit amerikan dhe pikërisht para tij e tha se në rast të një konflikti në Kosovë, në atë konflikt do të jetë e përfshirë edhe Shqipëria. Nuk e di çfarë i duhet kërkohet tjetër nga qeveria e Shqipërisë dhe nga kryeministri Rama. Nëse keni ndjekur këtu edhe sot vijoi debati në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit të Shqipërisë që duhet të reagojë me një deklaratë për deklaratën e ministres Paunović, por në anën tjetër akuza pse ministri i jashtëm i Shqipërisë takoi homologun e tij serb Marko Gjurić gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që tensionet Tiranë-Prishtinë ne i kemi të her pasershme. Tension nuk e pas nga dëgjuar atë në Komisionin e Punëve të Jashtme, po kush ishte ai që i bënte këto kërkesa dhe thotë se nuk ka bërë reagime? Opozita kërkoi që institucionet e Shqipërisë të reagonin. Falë se një gjë nuk duhet të harrojmë. Pikërisht ajo opozita sërbë shqiptare, deputetët e saj e miratuan raportin e Dick Martit
në Parlamentin Evropian dhe me atë plan të dikmartit qëllimtarët e Kosovës janë sot në Hagë. Kështu që çdo gjë që thuhet nga ta për mua është e papranueshme, sepse e kanë treguar veten pikërisht atje ku më spaku duhet të flasim kundër njëri tjetrit. Kështu që ne nuk na duhet një tension edhe një shërnaj Tiranë-Prishtinë her pas here dhe sidomos për çështjet kombëtare. Në asnjë mënyrë ne duhet të unifikojmë politikat tona, të jemi bashkë dhe të mos shohim egot e ngushta personale për një ndikim këteja ndaj kufirit, por të shohim interesat kombëtare. Dhe për fund, zoti Veliu, se unë e kuptova pak a shumë idenë tuaj, ju mendoni që Kosova do shkojë prapë në zgjedhje të parakohshme me këtë situatë për të mos arritur një zgjidhje për çështjen e presidentit? Po në qoftë se nuk do të kemi reflektim nga subjektet politike, rrugë tjetër nuk ka. Në qoftë se tashmë me siguri do të mbahet kongresi i partisë, pra i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe një gjë e tillë do të merr kohë shumë. Pra derisa të kemi një vendimarrje, pra zgjedhjen apo mbetjen në krye të partisë të zotit Abdiziku, mirë, edhe nëse do mbetet zoti Abdiziku sërish në krye të Lidhjes Demokratike, janë një grup i deputetëve brenda Lidhjes Demokratike që nuk do të jenë pjesë e votimit as e qeverisë me zotin Kurti e as e presidentit. Dhe ata të gjithë së bashku nuk di se a do i kalojnë të 10 numra sa kërkohen për president, dhe nëse në këtë rast do të kemi një tërheqje të grupit nga Lidhja Demokratike, atëherë do të jetë e pamundur. Dhe sa i përket me Partinë Demokratike, Lëvizja Vendosur duket se s'ka pasur asnjëherë vullnet të ketë një bashkëpunim me Partinë Demokratike, e një gjë e tillë u pasi sa të jodhen në takimin që është bërë me zotin Hanza pra para 2 javësh apo kur ndodhen në këtë takime, është në shumë qartë se nuk do të kenë koalicion pra me shtyre. Pra Partia Demokratike ka vendosur që të mbetet opozitë, pra lider opozitës në Kosovë. Të presim se që zhvillime do të kemi. Zoti Veliu, faleminderit shumë për kohën edhe analizën si gjithmonë. Faleminderit, Isek, merci.